Mbi 70.000 nxënës në Shqipëri janë përfshirë në mësimin përmes 216 laboratorëve inteligjent Smart Lab, por përtej shtrirjes së programit, mbetet ende çështje kyçe mënyra se si matet ndikimi real i tij te nxënësit. Smart Labet synojnë të zhvillojnë aftësi digjitale që në moshë të hershme, përmes programit, platformave digjitale, mendimit kritik, bashkëpunimit dhe zgjidhjes së problemeve. Banka Botërore ka theksuar në një publikim se pajisja e shkollave me teknologji nuk garanton automatikisht rezultate më të mira në mësim, ndërkaq nënvizohet se efektiviteti i investimeve të tilla varet nga trajnimi i mësuesve, përshtatja e kurrikulës, interneti funksional, mirëmbajtja e pajisjeve dhe mbështetja teknike në shkolla. Përpjekjet e mëparshme për digjitalizimin e arsimit në Shqipëri kanë qenë të kufizuara dhe sipas Bankës Botërore, ndikimi i tyre nuk ishte vlerësuar në mënyrë të plotë. Në një publikim të vitit 2025, Banka Botërore parashikonte që 216 Smart Labet të shërbenin rreth 35.000 fëmijëve deri në vitin 2029, ndërsa në gusht të këtij viti raporton se mbi 70.000 nxënës janë tashmë të përfshirë. Po ashtu në raportet e mëparshme të zbatimit të projektit, treguesi për numrin e përfituesve të Smart Labeve rezultonte ende zero në disa periudha, ndonse laboratorët kishin nisur të instaloheshin. Në këtë fazë, sipas Bankës Botërore, sfida nuk është vetëm numri i laboratorëve apo i pajisjeve të shpërndara, por nëse përdorimi i tyre përkthehet në përmirësim të matshëm të aftësive të nxënësve. Banka Botërore paraqet programin si një investim për përgatitjen e fëmijëve për një ekonomi gjithnjë më digjitale, por rezultatet afatgjata do të varen nga përdorimi real i Smart Labeve në klasë dhe nga mënyra se si do të maten njohuritë dhe kompetencat e fituara prej nxënësve.